Pse është shumë e vështirë për secilin aktor politik me përdorur fjalën asociacion, me thonë unë asnjëherë nuk e kam pa një lider ose një politikan të më thonë në sy duhet me bo asociacionin. Sepse po rrej. Pse? Kjo më falë për gjuhën. Sepse në vitin 2013, nën presionin e madh Hashim Thaçi e ka pranu. Në vitin 2015, nën presionin e madh Isa Mustafa e ka pranu. Ka ardhur Albin Kurti, ka ardhur duke luftu asociacionin. Dhe e ka pranu marrëveshjen e Brukselit, e ka pranu asociacionin. E ka pranu marrëveshjen e Ohrit. Apo? Po tash kur I thojnë me implementu, thot, jo se është e atina, të gjithë e kam pranu. Po jënë të rrejt qytetarin e Kosovës. Dhe unë e kam që atë guzim e thonë qytetarit e Kosovës jenë ka të rrejnë. Edhe bashkë të manin, heqa hub vot, as hub vot. Ju kanë rrejt. Tash loja është kush po e implementon. E Kosova si Kosovë, nuk duhet me implementu pa njohje reciproke. Po nuk shmi apo sot jarifi se nuk është njohja më në diskutim. Jo, është këty, ja tash, mas pare këshire, ja, kanë rru. Kur kanë rru? Po të regoj. Është ligji që është aprovu, ligjin Shtetet e Bashkurat Amerikës, që u folë për mujnë e kalumë, e ligji I sigurisë kombëtare të Shtetet e Bashkurat Amerikës. Është interes nacional I Shtetet e Bashkurat Amerikës. Po I përmendit disa aspekte. Ne, që Kosova të antarësot në NATO, që në mes Kosovë dhe Serbisë të ketë njohje reciproke, por që të ketë edhe asociacion. A ka guxim aleanca me këtë gjitha obligimet? Unë e fola, për këto tema fola në cilësinë e atij që kam qenë. Po. Programin e aleancës. Po në cilësinë e kandidatit për deputet dhe deputetit të ardhshëm. Unë I shprehi bindjet e mia. A keni guxim me I kry të gjitha obligimet që I keni marrë mbi sipër dhe ju kanë lënë mbi sipër në fakt? I keni trashëguar. Nëse do të kthehesh atëherë, me njohje reciproke, Kosova I kryen obligimet e veta. Po ja që s'po kthehemi. Po atëherë nuk urno? Ja që s'mund të kthehemi me një njohje reciproke. Çka doni me bo? A keni plan B? Janë këto edhe disa tema tjera, është akti terrorist në Banjsko, kjo është qëndrim që duhet kjo çështjet pastrojë. Po tash e ka marrë epilogun akti terrorist në Banjsko. Ç'është nuk e ka marrë? Ka të dënuar? Jo, në Serbi duhet mas pari, kjo organizatë, bazën e ka në Serbi. Kthimin e... Këta njerëz duhet përballën me drejtësi. Po janë të përballë, zoti? Janë përballë ata që në arrestuar në Kosovë. Po flas për Radojqićin, është në Beograd. E po mendon ti që Serbia ata arreston Radojqićin? Po nëse dojnë normalizim e Kosovën, nuk mundin ata me folë për neve. Po kush po thotë që po dojnë ata normalizim e Kosovën? Nuk mundët me kërku kurkush asociacion prej Kosovës e terroristët që e sulmojnë Kosovën me kont lirë dhe të paprekshëm. Domethënë janë do tema, domethënë nuk ka dhuratë këto. Ne jemi të interesuar me normalizu raportet me Serbinë. Por ne duam njohje reciproke. Ne po dojmë me njoftë Serbinë, Serbia me na njoftë neve dhe gjithkush punë të veta. E pastaj organizimin e mbrëmshëm me komunitetet serbe, bëjmë konform obligime. Se këto për komunitetet brenda Kosovës ne as nuk diskutohet sepse janë këto të privilegjuar në fakt, por Paku Ahtisarit është kjo nuk është kjo është përparësi e shtetit Kosovës. E vërtet. Është përparësi e shtetit Kosovës. Tregon shumë, është pasqyrë, tregon shumë për shtetet tjera. Natyrisht. Dhe ne nuk kemi asnjë problem se minoritetet kanë të drejta shumë. Nuk kam pa në një parti politike që ka problem se minoritetet kanë të drejta. Po ne duhet me ndërtuar këtë punë. Po grupacionet që funksionojnë brenda Kosovës është tjetër çështje që duhet më marrë tjetër kush. Akte terroriste, për çata janë prokuroria, për çata është policia, politika është diçka tjetër. Mirë, po proceset politike ne duhet më shty. Obligimet që I kanë marrë, liderët politikë nuk duhet me vazhdu me rajt, po duhet me kallëzu drejt që kanë bo. Edhe sa ku po vazhdoni me një qytetarin me këtë pjesë? Po vazhdojnë në fakt, sepse më falë që po ju referohem juve, por edhe sa kuj duhen aktorëve politikë që të vazhdojnë me gënjë qytetarin, edhe në fakt, më falë për kohën jemi në fund, edhe në fakt, këto cikle të zgjedhjesh, a është një ndër arsyet edhe kjo, për shkak që kërkush nuk po merr guximin me thonë që okej, unë I fitova zgjedhjet, asociacioni do të implementohet, do të vazhdoj me gjëra tjera të tjera. Këtë nuk e thot Kurti, edhe pse tash Vjosa po thotë që ko ka biseduar me Vučićin. Qëndrimi I Kurtit në Bruksel dhe në Ohër ka qenë ndryshe se na ka shpjeguar. Ai ka pranuar ato dokumente pas një fjalë. Të janë vërteta. Sepse janë zyrtare, e ka pranuar marrëveshjen e Brukselit që I parasheh këto që po thotë që si bëj. Një parti politike që thotë nuk e implementoi obligimin ndërkombëtar është ka thënë. Si çka e të fol, zoti Arifi? Në cilësinë e kujt jeni të fol?
Po flasë cilësinë e analistit të shpërtash, mirë po, këshure, edhe në kohën që kemi ullheq, unë që kam ullheq, unë nuk e kam nëshru asë një marrëveshje. Sepse nëse kishëm e nëshru një marrëveshje, duhet dhe me u përmbajtë dhe me dalë qytetare mësë më rajtë. Edhe me gjanë tash pa nënshkru marrëveshje, që shmi apo, zotja Arifi? Ata nuk deshtë marrëveshje. Kosova është në një udhkryt që nuk din a me implementua, me pranua, mësë me pranu kërgjo. I takon qeverisë që t'jap drejtim vendit. Ne po kërkojmë mandat si aleancë, po kërkojmë mandat me dhonë drejtim të duhur vendit. Neve na kanë kritikuar edhe për Ahtisarin, sepse kemi qenë pjesë e saj. Po qaj pak për Ahtisarit të ka pru 17 shkurtë. Nëse dënë progres, nëse dënë nuk të po sheh ku të qënë dialogu. Po nuk të të që ka qenë marrëveshja më e mire mundshme. Me mire mundshme ka qenë, sepse ka qenë si rezultat i kompromiseve, nuk i kemi bu me Beogradin, kemi bu me Washingtonin dhe Bruxellin. Kosova kur s'ka bo kompromis me Serbinë. Edhe nuk është halli im kur halli im si qytetari i Kosovës, bisedimet me Serbinë. Prej që ne kanë suprimu autonominë, 89-ën, ne kur s'kem pas marrëveshje me Serbinë. Edhe këtë një qytetari i Kosovës të vjofta. Edhe paku Ahtisarit, edhe marrëveshja Rambujes, edhe paku Ahtisarit, kanë qenë marrëveshje dhe negociata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Këto negociata që ne i kemi, këto negociata që ne i kemi dhe po bëhet që nga viti 2011 pra pa fundësi, me kënë jemi në negociata? Këto janë me Bashkimin Evropian. Faktikisht e kur Kosova... Fatkeqësisht i dim që ndrimet e Bashkimit Evropian kur nuk kanë qenë më të mirat në botë për shqiptarët ndër vite. Ne kem kërku, në kohën kur unë nga mullhesh, ne kem kërku dhe për këtë jem sankcionu edhe nga një pjesë e aspektit politik të brendshëm që bisedimeve të prind Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Keni kërku jo? Po, zyrtare, edhe kem pas konfrontime me Mogherini atë kohë. Kryeministri Haradinaj ka kërku që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose të prind me procesin e dialogut. A ju ka kushtu kjo në Isan ju? Po, na ka kushtu. Natyrisht, kuror kurti një prej vendimeve të para ka qenë, dhe qëndrimet të para ka qenë që opozita po më thotë mos me bashkëpunu me Lajçakun, e kanë gabim, ne nuk jemi në kufe me Amerikën si Meksika, ne jemi në Evropë dhe unë do të bashkëpunoj me Lajçakun. E pastaj... Mirë, ama i ka të arsysh me këto, do më thonë, e nëzirë fjallin në mënyrë më atë mirë që ti dush mi thonë po mirë e ki. Po, veç pastaj u ankohekin Lajçakun që po është politika antishqiptare. Po e qa bëjshë jo mandej? Ne, këtë partit janë mënume. Kur është emru Lajçaku, presidenti tha që ende ka qenë. E ka paralajmëru Kurtin, sepse ne dinim, kur e ka shpoll Kosova pavarësinë, ka qenë, më duket kryeministra apo ministri jashtëm Lajçaku, dhe ka qenë insistimi Lajçakut pse Slovakia nuk e ka njohur Kosovën. E ka paralajmërue Thaçi, Haradinaj e ka paralajmëru dhe ka kërku që të insistohet në pikën tonë që Amerikanët të jenë pjesë e grupit udhëheqës të bisedimeve. Krejt këto këshilla i ka refuzu.